Ndihma reciproke ndërmes muslimanëve. Ti ndihmojmë njëri me çfarë që kemi mundësi me ndihmu. Për shkak se nuk kemi më të shenjtë. Wallahi keq ka kemi, më i shenjtë për ne është një musliman që falet. Më i shenjtë është ai. Se pasuria jon, se autoriteti jon, se pozita e gjitha. Andaj nëse kemi mundësi me çka do të qoftë ndihmoni muslimani, duhet ta bëjmë këtë. Një herë nipi i Aliut radhiyallahu anhu, Hasan ibn Ali ibn Hasan ibn Ali, çfarë ka pasur? E kanë quajtur Zainul Abidin, stolia e adhuruesve të Allahut azza. Ka qenë me të vërtetë njëri i mrekullueshëm. Ai natën u ka bart muslimanë fukara miell në qafë në shpinën e tij, nga se ka pas holla. Dhe u ka lënë para derës, nuk e kanë ditë kush po ju ndihmon. Kur ka vdek Zainul Abidini dhe e kanë pa gjurmë të thazëve të millit në krahun e tij, dhe fukarat e kanë kuptuar se një natë nuk po vije milli, dy natë nuk po vjen, e kuptuan se kishte qenë prej filanit atë. Një ditë ky njeri kishte hi tek një musliman dhe kishte pa duke qajt. Unë shpresoj që spaku ky shembull më na met mend, vallahi për mua sonte është mjaftueshëm. Ja ka vlerë që për këtë shembull të vi nga Mitrovica. Për mua. Ka hi një ditë Hasan ibn Ali tek një musliman, e ka gjetë duke qajt. I ka thonë, ma yubkika ya akhi. Çfarë të bëni të qash vëllai? Me pa musliman të kajt nuk ka punë thjesht. Nuk ka punë thjesht kjo për ata që kanë zemra të gjalla. Ka çfarë të bëni që të qash vëllai dashur? Tha e dujun ya akhi, borxhet vëllai. Borxhet më kanë ngarkuar. Jo borxhet e lukseve. Jo borxhet e keqpërdija. Po borxhet për zar, ka pas me vërtet zar që të merr borx. Thot, më vjen turp dal në xhami të falem o vëlla. E kam hub namazin me xhamat për shkak të borxheve. Më vjen turp qëndroj mes njerëzve në saf për shkak të borxheve. I ka thonë ai Hasan ibn Ali, jam të kryme o vëlla. Jam të kryme, përfunduam borxhet. I tha, po ti nuk din sa janë o vëlla, ti pyet njerë sa. Thot, s'është më rëndësi sa. Thot, që kjo është më rëndësi vëllazër. Ka thonë, një latë në faqen tënde është më e shtrenjtë për mua se këtë bota. Këtë botën e jap, nuk dua ta shërlotin në faqe. Kontributi musliman, ndjenja, shenjtëria. Më e shenjtë për neve që një musliman të falet rahat. Mos ketë galën e ilaçeve, mos ketë galën e bukës, mos ketë galën e borxheve. Se sonë të kemi ndoshta milionat e tjera për zemrat e gjalla. Mirë po, sot ne pyesim dikën si ki hallin këtu, sa pyetëm ne vëlla, apo mund të falesh rahat? Mos keni pengesë po të pengon kur po thosh Allahu Akbar, nuk po mund të koncentrohesh sa duhet nga se i kimë dikon. A ka këtu diçka që unë mund ta hjeku, që kur i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, ti drejtohesh me koncentrim të plot. Nëse ti ai muslimanit një barr në shpinë, që po e rëndon në adhurimin e Allahut Azza wa Jall, çfarë të mërmend Allahu me ty? Çfarë të mërmend? Ju e dini, ai njeri që ka ecë rrugës e ka parë një qen duke lpir tokën nga etja e madhe, ka zbrit në bunar, ka marrë në pus, ka marrë ujë për veti, e ka mbush pastaj kputucën e tij dhe i ka thonë qenit i ka thonë. Falni shpreh, qenit i ka thonë. Apo ujë. I qen. Allahu xhallahu i ka thonë, do të paguajmë për këtë, ja. Do të paguajmë për këtë. Gjasa Allah është e ka një shekur, falënderues. Ti një më në robëve ti, të falëndran, të falënderit robë jam, që i ndihmove. Ja shpagimi. Kur ndihmon një muslimani, ti nuk i ndihmu ati. Jo. Allahu xhallahu ala ka thonë, men den ledhi yuqridu Allahe qardan hasana. Qardan hasanan, fa yudaifahu lahu ad'afan kathira. Kjo shprehje është mahnice. Allahu ka thënë, kush është ai që jep Allahut borxh? Ne ti jepëm Allahut borxh? Po qard e ka thujt, borxh. Kush është ai që na jep në borxh, t'ia kthejmë shumë fish, nga se në raport me Allahun s'ka kamat. Ja jap ne ti kthen 100, s'ka kamat atje. Ndihmën që ja bën robit ti, ai e ka marrë për si, borxh jemi është, unë ta kthej. A nuk ka thënë Allahu në hadithin kutsi, ditën e gjykimit, abdi, robi jam, kam qenë i smurë se më ke vizitu. Thot robi, jo Zot, po si smurë është ti u anta Rabbul Alamin, ti je Zoti i gjithësisë. Thot ka qenë një rob jam i smut, po të kishe vizituar do të më gjeshe mu tek ai. Një rob jam i ka pas punë të keq. Pse? Më thon Allahu i thot, abdi, kam pas nevojë për bukë, për pasuni, pse s'më japshe? Thot ja Rabb, antel ghani,
Ti panvar një i pasën, si u varfrove ti? Thot ka qenë një i varfër që pat nevojë për parën e tuja, po t'ja jepsh atij do të ngjeshet tek ai. Kështu ti kuptojmë dhënjet, raportet mes muslimanëve. Mos të kuptojmë nëse japim dikujt se i kemi vënë mirë, jo, po të kuptojmë një shans të madhe, një derë të madhe që Allahu na e ka hap për të hi bërsh tek Allahu i mëdhenuar atë. Ka trokit një ditë një musliman në derën e dietari dhe ka thënë: "O hoxh, wallahi jam zar. Wallahi punë të keq i kam. A ke mundsi 2 grosh bërsh me më dhon?" Ja ka dhona, i ka nxirë, ka thonë çesi, ka pas punë mirë. Ka thonë jezak Allahu khairan, Allahu të shpërblev me të mira. Ka thonë bel jezake anta, ty shpërblev Allahu me të mira. Pse? Ka thonë nga se ty Allahu ti ka bërë së dyja. Ti kishe marrë dikun, po alhamdulillah që Allah më ka zgjedhur mua me t'i dhon, jo tjetër na. Çka çfarë kuptimi mahnice. Andaj ai që merr nuk poshtrohet, ai që ka nevojë nuk nënçmohet, përkundrazi, merr edhe është krenar tek muslimanët. Kështu muslimanët japin. Shiko tjerët i japin, pastaj e përdhosin për tokë. E përdhosin për tokë. Kështu tjerët japin. Do të ne japim dhe e ruajmë muslimanin, nuk e përmendim, nuk e nënçmojmë, nuk e përbuzim, nga se nuk është problem ai, më rëndësishme se kemi qenë drejt tek Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj ndihma reciproke, me çka do të kemi mundësi, ndihmoni muslimanin. Kjo me të vërtetë do të na ndihmon dhe do të ushqen raportet edhe unitetin mes muslimanëve.